është marrë posta me 9 milion euro minus, ka dalë këtë vit me 9 milion euro plus, o konë para falimentimit. Ka pas në aspektin ekonomik, do në Kush thotë ka thonë që posta është shku në zhvillim të duar ekonomik, kush ka thonë, posta ka edhe sot probleme të mëdha. Po flas për statistikave zyrtare, nuk po flas për... A di çka ka bëj? Çka ka bëj? Ja ka ka 3 rroga dhe ka bën një reformim të vogël. Çish po delaj për 9 milion euro minus po del plus spjegom aty. Ja, ata sot janë krizë. Janë krizë sot, ata janë për paga, kanë me pas apet probleme. Kime pas protesta dhe fund vitit të jetë për posë. Unë jam i prirur më besu e shifrave zyrtare, jo thashtë të themeve. Ma ti do është ndërmojët publike mi privatizu, që kjo është profesor, do të me privatizu krejt këto, se ndërmojët publike bojnë punë për e tona. Qka i sjeli privatizimi shtetit? Ti po full për kohën kër është privatizu e krejt ekonomia në ekonomikë. Do të se s'ka pas kriteret privatizimit mas pari. Emanuel, shqeqa, kjo e ka marrë, nuk është ideja se të në përkuptaj mund është... Gjoni, nuk po mirë na me këto me ato, në po flasë vetëm që zhvillu dhe që ka shku mirë. Por qytetari, ti si qytetari të me ditë pse ke votu. Unë e kom votu për shantë, ti, kom votu për një sigurim social. Pa mirë si pas